Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte intervista sakt është me të vetmen kryetare femër të një komune në Kosovë, zonjën Mimoza Kusari Lila. Mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Zonja Kusari Lila, na tregoni këtë provojën tuaj në krye të komunës së Gjakovës për këto 3 vite, cilat ishin sfidat, cilat ishin momentet më të mira, më të vështira? Të qenë kryetari i komunës ka sfida në veti në shumë aspekte. Është një prej ndoshta pozitave me cilën shumë probleme të qytetarëve bën problemet tuaja të përditshme, por gjithashtu edhe që gamat e mos e gjithë niveli i ballafaqimit, përveç faktit që është i drejtë për drejtë, është edhe shumë i ndryshueshëm. Prej një problemi shumë individual të një qytetari deri te problemet madhore të komunës që përfshin investime, kapitale, lobim për të investime të tjera, gjitha bëhen ose kërkojnë vëmendjen e tash në këtë rast të parës komunës. Ajo çka është ndoshta që mund ka bërë përshtypje në këtë proces është që është një prej punëve që asnjëherë nuk mërzitet, për arsye se gjithmonë ki diversitet në çështje probleme në vendimarrje. Tjetra me Gjakovën karakteristika që një situatë shumë e rëndë ekonomike, një situatë shumë e rëndë financiare e komunës Gjakovës me borxhe shumë të mëdha, të cilat i kam trashëguar. Dhe viti i parë i qeverisë ka qenë viti më i rëndë, domethënë viti 2014 e konsideroj si vitin më të rëndë timin në karrierë përgjithsisht, për faktin se kanë qenë disa probleme që komendu që gati se nuk mund të tejkaluan, por u tejkaluan fatmirësisht. Në anën tjetër, pjesa më e bukur është gjithashtu se përkundrejt sfidave dhe problemeve të shumta, por gjithashtu edhe ballafaqimeve të ndryshme politike që i kemi pas edhe me nivelin qendror në raport me vendime që unë konsideroj që nuk janë nganjëherë të drejta për komunat që udhëhiqen nga kryetarë që sipërkasin partive politike në qendër, ka qenë pjesa më e mirë, ka qenë ndihma dhe asistenca e komunitetit donatorëve. Gjakova sot është përfituese e projekteve të mëdha nga Komisioni Evropian, nga Banka Gjermane për Zhvillim, nga Qeveria Zvicrane dhe disa prej projekteve të cilat janë projekte që tejkalojnë investimet 4 vjeçare ose edhe më gjatë të komunës së Gjakovës. Ne sot aktualisht jemi përfitues të 33 milion euro projekte, domethënë tash i përmend gjitha, ndërsa investime kapitale për 4 vite kemi diku 12-13 milion maksimumi. Do më thonë që kemi pas me buxhet. Do të thotë se ka tejkalu gati 3 fish investimet kapitale, një qasje shumë e hapur, një bashkëpunim me komunitetin e donatorëve. Sa po vjen të ndryshime këto efekte në Gjakovë? Është viti i tretë i mandatit parë dhe jemi në fazën, tash jemi në momentet kur pritet fillojnë disa prej këtyre projekteve në implementim. Aty do të thonë ka pas ndryshime substanciale në çështjen qeverisje, ndërsa këto projekte do të shihet kur të përfundohen. Dhe ato çfarë tani po e vrej është që angazhimi i 2 viteve të para ka qenë tërësisht në përgatitje për projekte, në stabilizim të buxhetit, por natyrisht edhe në punë konkrete. Një sfidë që mbetet sot me komunën e Gjakovës sot e kësaj dite ka të bëjë tërësisht me zhvillimin ekonomik dhe ka të bëjë tërësisht me një vendim që komunës i ka mbetë pezull nga Agjensioni Kosovar i Privatizimit në raport me zonën industriale, që mendoj që do të bëjë një kthesë. Kemi planifikuar, do të ndaremi veç të gjitha këto probleme të cilat edhe janë raportuar në media, po thamë që keni pas problem me buxhetin, me stabilizu buxhetin, sidomos në vitin e parë, ne i kemi shtruar këtë pyetje edhe zotrit Leka që ka qenë para rëndësi juaj dhe ai ka thënë se ato investime janë bërë në komunën e Gjakovës dhe sigurisht që në një buxhet trashëgohen edhe të mirat edhe detyrimet që i ka. Fatkeqësisht nuk janë investime të drejta ose nuk është forme duhur e shpenzimit paras publike, nuk mund të arsyetohet borxhi prej 6 milion eurove dhe nuk mund të arsyetohet nisja e projekteve kapitale në vlerë për 20 milion euro pa buxhet. Do me thonë, ne sot gjithë mund të shohim ëndra për se si duhet të ishte Gjakova, por nuk mund t'ja lejojmë vetit si menaxher të komunës që të hyjmë në obligime financiare për mjetet cilat nuk i kemi. Dhe këto realisht e ka bu qeverisja zotit Lekaj dhe të tjerëve. Është shkelje e ligjit që kemi raportu, po. Dhe çfarë është ndërmarrë? Mbetet pyetje për institucionet e rendit, domethënë ka shkelje të ligjit financave publike. Shkaku se kjo ja u ka vështirësi punën juve nëse është shumë, absolutisht. Kjo në fakt është tërësisht e keq përdorur për proces fushate. Domethënë kjo vlera e gati 20 milion euro projektet nisura janë bërë kryesisht ku fushate, kur janë shku, domethënë, përfaqësues të komunës atëhershme dhe kanë kërku votën e qytetarëve të komunës Gjakovës në shkëmbim, domethënë, të asaj vote me do të nisin projekte dhe ju do të bashkëfinanconi. Përderisa tenderat janë shpall vetëm me vlerën që e kanë bashkëfinancuar qytetarët e komunës. Domethënë, ata janë mashtruar 2 herë.
Herën e parë kur i kanë marrë mjetet dhe është thënë se do kryet projekti, herën e parë kur i marrë vota. Nga autoritetet komunale është Po, thënë kjo. nga autoritetet komunale. Me urdhër të zotit Palekaj. Po natyrisht sa i ka qenë kandidati për kryetar të komunës. Dhe ju keni dorëzuar këto dosje, këto dyshime, dhe mund të themi që po jetohet zoti Nuk janë Lekaj. dyshime, këto janë të bazuara në fakte, se këto janë faktikisht projekte, kontratat nënshkrume, nuk janë këto, domethënë vetëm fjalë që janë bërë, se janë. Keni kërkuar hetim të këtyre projekteve? Kemi dorëzuar në fakt kallëzime penale drejt për drejt, cilat kemi kërkuar që natyrisht shkon deri në fund përgjegjësia për secilin prej këtyre projekteve të nisura pa mbulesë financiare, për keq menaxhimin financiar, por edhe një problem tjetër që ka pas Komuna Gjakovës për transfer dhe kompenzim tokave, që ka qenë, falni, që është bën formën e padrejtë dhe jashtëligjshme midis zyrtarëve komunal, gjithsesi avokatit të komunës, ish drejtorit të pronës dhe personave të cilët kanë marrë pjesë, domethënë në këtë shkëmbim, domethënë personat palës tretë. Këta njerëz a punojnë në komunë apo Avokati është keni ndërmarrë? suspenduar për shkak se ka pasur akt akuzë të ngritur. Në fakt nëse s'gaboj 3 ose 4 akt akuza. Ish drejtori i pronës, njëri prej tyre tash është kryeprokuror në Gjakovë, ironia, dhe tjerët janë në propozita tjera se kanë qenë emrime politike. Do të thotë këtu qëndrojnë. Nuk e dia qëndron këtu, se disa prej dosjeve nuk janë dorëzuar në Gjakovë, disa shumica nuk janë dorëzuar në Prishtinë, pastaj Ulex, por e di që sipas informatave kur ka pas shkurtim ose reduktim të stafit e Ulexit, dosjet janë dorëzuar prapa në Policisë Kosovës, gjithsesi hetuesisë Kosovës. Atëherë kalojmë të disa projekte të cilat janë realizuar në komunën të Gjakovës, hapja qendrave për aftësim profesional në fushën e makinerisë dhe industrisë, programe për shkëmbimin e përvojave të nxënësve nga Gjakova me vende të brezë dhe SHBA, sa po funksionojnë këto projekte, sa me siguri po janë inovacione, stimulim për të rinjt, sa po e gjejnë vetën të rinjt? Në fakt në pjesën e parë, qendrës për aftësim profesional në Gjakova është tashmë vendi ku ekziston edhe qendra për aftësimin profesional më e madhe në Kosovë. Ajo është tokën për atë qendër e ka dhënë Kuvendi Komunal i Gjakovës në vitin 2014, ndërtimin e ka bërë Ministria e Punës dhe Mirëqenies. Ka shumë hapësirë për përmirësim në menaxhim të asaj qendrës, po them programe më kreative se sa ato aktualisht që janë. Janë 2 qendra të shkollës mesme të aftësimit profesional, domethënë janë shkolla Po ka interesim Gjon Nikol Kazazi, po edhe shkolla teknike në Xhmedin Nigja, që tashmë është certifikuar, po, si vetë ka qenë numri rekord i nxënësve që kanë aplikuar, domethënë numrin më të madh në këto vitet e fundit, në veçantë në shkollën e Xhmedin Nigja. Gjithashtu kemi siguruar që të bashkëpunojmë me fondacionin Unë Edu Kosovën dhe të krijohet hapësira e parë shumë funksionale bën e vetë në Gjakovë. Natyrisht është e vetmja në Kosovë dhe në Ballkan, si e tillë që ofron fëmijëve dhe të rriturve mundësinë e direkte të aplikacione, të krijimit të aplikacioneve me pajisje, me vegla pune në robotikë, në elektroindustri, në makineri, në zdrugtari, dhe është e para e këtij lloji që është kriju këtu. Tash duke dashur ta shpërndajmë këtë si model, kemi bë marrëveshje dhe tash ekziston një hapësirë e tillë edhe në shkollën Kelmendri Zvanolli dhe jemi në përgatitje të planit që secilës shkollë t'ja ofrojmë mundësinë që ta ketë një maker space të vetin, një vend ku fëmijët nxënësit vetë të kenë qasje në pajisje dhe të krijojnë modele të ndryshme e me siguri edhe produkte, produkte cilat pastaj mund edhe të patentohen dhe të kemi zbulime nga Gjakova ose të kemi Steve Jobset nga Gjakova që krijojnë produkte që mund të kenë famë botërore. Në kuadër të fondit veçantë për subvencionimin e bujqësisë janë subvencionuar ndër të tjera, sa kam informat 7.5 hektar tokë për pentari dhe mjedër. Sa ka pasur efekt dhe është rritur numri i kërkesave për kultivimin e mjedrës, sidomos se kjo është shndruar pak në senzacion çështja e mjedrës. Ka qenë viti i parë, viti i kaluar dhe mbetet të shihen rezultatet. Ne tashmë sapo kemi bërë ndarjen edhe për 2 hektar të pemëve në Lajthi dhe Ar, është hera e parë që si kulturë e cila ka shumë mundësi dhe potencial për anën e Gjakovës që bëhet një subvencionim i tillë nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Kuvendi Komunal i Gjakovës. Gjithashtu është viti i dytë që jemi afër fermerëve të cilët mirën me produktet e qumshtit, gjithsesi me prodhimin primar qumshtit, por gjithashtu edhe produkte tjera përmes asistencës me laktofrez dhe makina mjelëse. Gjithashtu kemi bë shpërndarje në vazhdimsi, kemi ndihmu bletarëve, domethënë një kulturë tjetër tepër me profit dhe rëndësishme edhe për rajonin ton, dhe tash jemi edhe në finalizim të
gjithsesht projektit, gjithsesht shpalljes për ndërtimin e 3 qendrave grumbulluese. Kemi bërë ndërtimin e një qendrës grumbulluese në Gërçin, në fshatin Gërçin, për qumsht, gjithashtu një qendër tjetër grumbulluese në Bec, tash do t'jenë edhe 3 qendra tjera grumbulluese në për territorin e komunës Gjakovës, gjithmonë me një shpërndarje të mirëfill territoriale në mënyrë që të ofrojmë mundësinë që fermerët t'i kenë afër këto qendra. Gjithashtu komuna Gjakovës ka prezantuar për herë parë vitin e kaluar skemën e granteve për mikrobizneset dhe bizneset e vogla, edhe kjo është një risitë në aspektin e financimit apo çështjes në financa nga kuvendi komunal. Këtë vit fondi prej 90.000 euro që ka qenë vitin e kaluar është rritur në 170.000 euro, se 80.000 janë ofruar edhe nga një organizatë gjermane Health, edhe ata kanë asistu bizneset e komunës Gjakovës me makineri, do me thënë edhe ata kanë pas diku përfituar sa afër 40 biznese. Ofron subvencione për komunat që tregojnë performancë, se ka pas edhe në komuna tjera. Po, në fakt ka qenë në prezente në Prishtinë, në Gjilan, në Ferizaj, këtë vit kanë ardhur në Gjakovë, po ka qenë një plotësim shumë i mirë i programit që ne vetëm e kemi pasur, se pastaj kemi pas mundësinë që ta zgjerojmë numrin e përfituesve nga kuvendi komunal. Do me thonë që përveç asaj që ne kemi bashkëpunuar me Health dhe kemi ofruar informata që ata kanë kërkuar për biznese. Këto informacione shkaku se media kryesisht përfitën për disa tema të cilat kanë bënë kryesisht me partinë e re, kanë bënë me ndarjen e juaj me partinë paraprake. Më pas janë koncentruar edhe disa diskutime edhe të ato gjëra që janë prit, po që nuk kanë ndodhur, po ju shpjeguat se do të ndodhin në një të ardhmen në një mandat dytë, vetë në kuptoni se do të kandidoni ndoshta edhe sërish për kryetarit të komunës Gjakovës, po dua t'i harxhell disa tema që të mos mbesin pa përmendur sepse e kanë pasur është ngrit transparenca në masë shumë të madhe, është shumë efektive, shpeshherë jeni ngarë me komunën e Prishtinës, sa i përket se cila jeni komuna me transparente, kam pa edhe shumë aktivitete kulturore dhe sportive, më duket është drejtor Meritan Ferizi, më duket që pothuajse çdo javë ka pas një aktivitet. Në fakt është një numër enorm, me thon 500% i rritur i aktiviteteve kulturore, aktiviteteve sportive, i evenimenteve që asnjëherë më parë s'ka ndodhur komunën e Gjakovës, siç ka qenë rasti me baletin, me operën, me kampionatin evropian të shahut, me aktivitetet cilat përpara, do me thonë as nuk kanë as janë afruar Gjakovës gjatë këtyre 3 viteve ka pas një shpërthim aktivitetesh kulturore sportive. Kemi pasur këtë vit Akademinë Evropiane Verore të Muzikës, që prej Prishtinës ka ardhur në Gjakovë, do me thonë vitin e 5 të ka festuar në Gjakovë, por që synojmë ta mbajmë në Gjakovë, do me thonë e di se shumë aktivitete ka që janë në Prishtinë, ka koncerte të shumta, qoftë jazz koncerte të financuara nga ambasadat, qoftë koncerte tjera etnike, do me thonë nëse promovohet muzika turke, muzika franceze tjera, që përveç Prishtinës tash gjithë zgjedhin edhe Gjakovën, ka ardhur në pah edhe performanca dhe angazhimi edhe i shkollës muzikës Prenkjakova, do me thonë edhe tek ata kemi pas një qasje shumë të hapur, një bashkëpunim të shkëlqyer. Mire, tha 500% rritje shtimi intensitetit. Absolutisht, vetëm muaj nëntor numri aktiviteteve është mirë, po skeptikët shpesher nuk duan t'i mohojnë këto që kanë ndodhur, mirë po thonë se Gjakovarët duan punë, duan një perspektivë, duan zhvillim ekonomik, sa keni arritur të arrisni GDP-n, për shembull, për kohë banori apo dhe të zbusni varfrin duke zvogëluar numrin e rasteve sociale. Një element është shumë interesant në komunën tonë. Ende ka mbetur ndjenja e sistemit centralist, do me thonë për disa njerëz që duan punë të sigurt, do me thonë për disa njerëz që thonë duan punë të shtetit se me privati nuk i dihet. Unë ka bërë vizita para disa muajve në kompanitë produse në Gjakova, për 20 prej tyre, edhe kompanitë vogla, edhe kompani pak më të mëdha. Edhe mund të thënë kështu pa hezitim që në 70% prej tyre ka pas kërkesë për punëtor. Do me thënë, ka pas kërkesë për punëtor në industri drurit, ka pas kërkesë për punëtor në industrinë metalike, mund të them edhe emrat e kompanive, ka pas kërkesë për punëtor në industrinë tekstile. Suani se dikush që ndoshta edhe nuk e ka dëgjuar ka rastin edhe përmes emisionit që t'interesohet nëse janë vendet ende të lira. Po, aso kohë kanë qenë edhe pa probleme dhe bile ma thanë, siç është zyrtaria të tabaku, tek roniferi, tek të drurit, nuk më kujtohet tash emri, do me thonë prodhues tjerë, drurit cilët gjithë në tekstil, cilët gjithë thonin se kryetare nëse ke punëtorë që janë të interesuar në industrinë e përpunimit mermerit, nëse ke punëtorë të interesuar na sjell se kemi vende. Po problemi te na, ata më thonin është se trit më lehtë e marrin punën në kafeteri, do me thonë hynë punojnë si kamarier në kafeteri, ose rinë gjithë ditën. Do ne thoni që në Gjakovë ka vendet punës, po ka tri të cilët nuk i parapëlqejnë disa profesione.
Ka të rritë me siguri që nuk e parapëlqen t'jenë në prodhim, drejt për drejt. Dhe çka keni bërë që t'i nxisni ju këta të ri që t'ju shpjegoni se sa e lëvërdishme mund t'jetë? Për shembull me një kompani Roniferin, këtë rast konkret kemi biseduar që e ka pas ofertë edhe për shkollën teknike, kur ka thënë që të vinë nxënësit që të kryjnë praksin aty dhe pastaj prapë edhe me mundësi të ndaljes të vazhdimit të punës. Por që duket se në momentin kur shohim punën në fabrikë ka hezitime ose largohen për gjetë një punë më të mirë. Në vazhdimsi ne i promovojmë domethënë punën. Kemi një projekt me Gizin për aftësimin dhe punësimin e trive. Bashkë kemi 3 komuna, është Ferizaj dhe Vushtria dhe Gjakova, që janë përfituese të këtij projekti. Kemi organizuar panajirin e punës. Në këtë panajir ka pas vendet punës, nëse nuk gaboj 600 që janë prezantuar që kanë mundësi të ri të aplikojnë. Ne tash kemi mbetë të bëjmë follow-up. Është mbajt panajiri, jo, është mbajt muaj më parë. Tash mbetë të bëhet follow-up mbi ato se sa kanë arrit punësohen. Atë çfarë duhet të them është që inkurajojmë të rit që me të vërtetë në fazat e para të karrierës të marrin punë dhe që mos të vendosin vetëm nuk mund ta gjesh punën e parë punën e ëndrave. Domethënë nëse në momente ose në situata si në Gjakov ose edhe në Kosovë përgjithsisht se nuk kemi diçka jashtë rrethonave të cilat mbretërojnë sot në Kosovë. Tjetri element është që është shumë i rëndësishëm është idetë kreative dhe ndërmarrësia. Në vazhdimsi ne edhe përmes skemës së granteve që e përmenda kemi inkurajuar bizneset e reja. Domethënë për më mundësu të rive që kanë një ide biznesi dhe nuk kanë mjete financiare që të aplikojnë, kemi bërë që prej momentit kur bëhet shpallja, bizneset, domethënë i lëm të hapun 30 ditë thirrjen për aplikime, ndërsa bizneset kanë mundësinë që të regjistrohen, si më thonë, në momentin kur bëhet shpallja dhe pastaj të aplikojnë me njëherë. Domethënë nuk kemi pas kërkesë të veçantë që këto biznese duhet kenë operuar në komunën e Gjakovës për disa muaj. Jo me zbut, po kemi ofruar mundësinë drejt për drejt që bizneset start-upat të kenë mundësi të kenë një ide kreative. Po përkundër kësaj, prapë domethënë ekziston ai mentaliteti, po gradualisht unë e di që do të ndryshohet dhe ndryshon. A kena ndonjë model të suksesshëm nga këto biznese? Skemës së granteve? Po ka, domethënë këto janë bizneset që shërbej edhe të rive si një shembull konkret. Ne kemi planifikuar në fakt që për fund vit të bëjmë edhe një prezantim të storieve të suksesit për ato se prej vitit kaluar edhe këtë vit, domethënë se kemi 2 raunde, që t'i prezantojmë që të thuhet se ka mundësi që të punohet, ka mundësi që idetë kreative shtyjnë përpara, ndërsa vetë angazhimi ynë, qoftë me qendrën inovative në Gjakov, qoftë me makerspace ose hapësirën bën e vet, tregon që ne shtyjmë ka ndërmarrësia, tregon që ne shtyjmë nga ajo që trijat, por edhe ata që janë midis karrierës, se mos harrojmë se kemi edhe një numër të konsideruar të njerëzve në moshë, cilët kanë punuar deri në një fazë të saktuar një profesion, pastaj për shkak të ndryshimit të sistemit kanë mbet pa punë ose kanë mbet pa profesion dhe tash domethënë mundohen të gjejnë veten, që të hyjnë edhe në proces të ritrajnimit ose riaftësimit dhe pastaj të kenë mundësi të bëjnë diçka tjetër. Domethënë të punosh dhe të angazhohesh edhe domethënë në faza domethënë jo 20 vjeçare, po 40 vjeçare të jetës është diçka e cila ndodh gjithkund në botë. Domethënë ndodh në Amerikë kur mbyllen korporatat dhe pastaj hyjnë në proces të ritrajnimit gjithë ata që kanë pas vetëm një profesion për të marrë një profesion tjetër dhe pastaj për të gjetur punë. Dhe më tepër duhet shikuar ka ajo që jo vetëm të shohim se cilat janë vendet në sektorin publik. Se dorën në zemër, kushdo që dëshiron të bëjë. Duhet promovohet edhe kjo lloj mendësie të funksionuarit. Absolutisht, unë jam një udhëtare e madhe e promovimit të kësaj mendësie, se them edhe një gjë tjetër, që nëse në Kosovë duhet bëhet një reformë mirëfillt, duhet bëhet një reformë mirëfillt edhe në administratë. Administrata e shtetit të Kosovës nuk ka mundësi të mbajë gjithë këtë numër të njerëzve që janë punësuar në sektorin publik me këtë ekonomi që e ka. Ju tash e keni përvojën edhe si kryetare e komunës, mirë po edhe si ministre e keni pasur si. Po, domethënë mund të kemi një administratë shumë më efikase në numër më të vogël, po natyrisht që nuk mund të krijosh raste sociale. Nuk mund nesër të hyjmë në reformë të administratës publike dhe të nxjerrim, si më thonë, 20-30% nga puna dhe pastaj themi se ju tash bëni zgjidhjen vet. Pa pas një mekanizëm paralel i cili bën riaftësim, aftësim dhe pastaj sigurohet që këta njerëz kanë të paktën vendet të sigurta. Ndoshta kjo do të jetë edhe ndonjë platformë për partinë e re që mund të përgatisni. Duhet të jetë jo vetëm për partinë e re, por unë besoj që kushdo në Kosovë që don seriozisht miret me problemet e krijuara dhe të shkaktuara nga qeverisit e deri tashme duhet të targetoj edhe këtë çështje. Qeverisi ku ishit pjesëmarrëse edhe ju. Po gjithsesi, edhe nuk e mohoj edhe në fakt nuk jam as pak pishman, për shkak se në dikasterin cilin kom qeveris janë edhe sukseset cilat janë radhit aso kohë, por e vren që nëse bën sukses ose ndryshim vetëm në një dikaster dhe të tjerët nuk e përcjellin, atëherë nuk mund të lëvizë gjithë mekanizmi. Si mekanizmi i orës, domethënë duhet të
gjitha pjesët jenë të akorduara në lëvizje në mënyrë që të ketë një funksionim të mirëfillt. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dihet situata si ka qenë kur e ka marrë ministrinë dhe situata si ka qenë kur e ka kryeministri. Tash te roli i zëvendës kryeministrit aty mund të themi se ka qenë rol vetëm se ja u kanë dhënë vetëm se është desht, ja u japin si rol apo edhe ju kanë konsultuar edhe në cilësinë e zëvendës kryeministrës. Jo, në fakt kur ma kanë ofruar rolin e zëvendës kryeministrit, se ka qenë i dyta që ma ofruan edhe dytën shtesë mbas ministrës, unë nuk e deshta se ndodhi për brenda një ndryshim i emrimeve në aso kohë në listën e kabinetit dhe unë thash se nuk kam nevojë, po thanë jo kështu jemi përcaktuar dhe duhet ta mbash. Atëherë çka kemi bërë në rolin e, domethënë angazhimet e mia si zëvendës kryeministre kanë qenë në koordinimin e atëherë që është bërë Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, që ka përcjell aktivitetin edhe punën e dikasterëve ministror dhe kemi mundu që të vendosim disa target suksesi, në fakt, cilë do t'i mrim, qoftë në aspektin e Ministrisë Financave, Ministrisë Infrastrukturës, Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, pastaj kanë qenë një mori politika që cilat kanë dashur të koordinohen për përmirësimin e ambientit biznesit. Jo, nuk mjafton, për shkak se shumë vendime tjera janë marrë, siç janë pa tash edhe sfundmi, si janë marrë vendimet nga përgjimet që ato publikuan. Po, më një ish bashkëpartijake tua janë se si flet në telefon. E dëgjum në fakt. E keni dëgjuar në parlament. Në partin ku edhe ju ishit. Isha pjesë, po nuk më keni dëgjuar mua, se s'kom qenë pjesë as e marrëveshjeve, por as e them pozicionimeve të tilla, jemi mundu. Megjithatë, zonja Kusari Lila, ju me pjesëmarrjen në qeveri e keni legjitimu një qeverisje të tillë, shkaku se ja keni mundsuar numrat dhe është formuar qeveria dhe kanë qeverisur. Më pas ju kam dëgjuar që jeni kritik edhe për shëndetësinë e veçantë, shpeshherë e keni ngritur si shqetësim se është diçka që e shqetëson me drejt popullatën. Po ju edhe rastin e stentave ku e përmendi është një njerëz që keni garu bashkë në lista, ja keni mundsuar për me qenë ministër, do thotë bani një pesh relativisht jo të lehtë përgjithësisë për këtë qeverisje. Them të drejtën tash. Se nganjëherë krijohet përshtypja se i kritikonin në rregull. Unë jam shumë e vetëdijshme për fjalën e folur, por gjithashtu edhe për veprimet e bëra. Për rastin Stenda, unë nuk du ta ruaj rolin e gjykatësit. Ato çka e tham për rastin Stenda është them që është bërë një gjykim masiv, akta akuza kemi numër shumë të madh, kemi një numër të mjekëve me famë, domethënë flasim për kardiolog shumë të suksesshëm, domethënë profesionalisht, tash aspektin etike o moral është dikush tjetër t'i vlerësoj, por që prap nuk ka pas debat me fill në shoqërinë tonë. Më intereson aspekti politik, do thotë nëse në kryet asaj kupole ka qenë një ministër që ka ardhur në atë funksion fal koalicionit me AKR në atë kohë, Partia Drejtësisë. Do thotë ju ja u keni jap mundësinë disa njerëzve që të jenë ato pozita që janë, ja keni jap mundësinë edhe zotit Hashim Thaçi të jetë kryeministër, duke bërë koalicion me to, e keni një pesh goxha të rëndësishme edhe të përgjithësisë. Është vërtet, megjithatë, kreta ato çfarë po ju po e thuni, ka dalë si rezultat i zgjedhjeve që janë bajt. Nuk kemi dhënë mundësinë se nuk kemi qenë sistem diktatorial që unë ose partia që kam përfaqësuar ka mundësinë dikujt. Ne kemi qenë parti e vogël në koalicion me parti të mëdha. Unë personalisht fillimisht kam qenë kundër këtij koalicioni, domethënë nuk ka qenë se ka pas një konsensus të brendshëm lidhur me këtë. Megjithatë kur se ishit kundër koalicionit ju atëherë? Kam qenë kundër për shkak të vendimeve që janë marrë në qeverisjen Thaçi, ne për shkak të disa vendimeve që ne edhe atëherë si parti opozitare kemi kundërshtuar dhe komentuar. Mirë, po në fund përfunduat si ministra atij kabineti. Po, e vërtet, edhe si zavendëse e zotit Thaçi. Por që atëherë në hapësirën e dhënë dhe në rrethanat në cilat ishte Kosova ti, atë çfarë mund vendosësh ta bësh është më të mirën e mundshme me postin që e ke. Edhe unë konsideroj që rezultatet e përmirësimit të ambientit biznesit në të bërit biznes, rankimin e Kosovës lart në indeksin e Bankës Botërore, negocimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, ridefinimin e politikave tregtare, vënien për herë të parë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si aktor aktiv me sektorin privat në mbrojtjen e prodhimeve private, por gjithashtu edhe në ofrim edhe në vendosjen e masave reciproke me vendet fshinje në momentet kur ka pas shkelje të marrëveshjeve apo kur ka pas probleme me produktet kosovare. Këto të gjitha janë bërë gjatë periudhës kur unë kam qenë ministër i Tregtisë dhe Industrisë dhe nuk kem përsëritur asnjëherë tjetër. As para meje, as pas meje. Zonat ekonomike, çfarë ndodh? Zonat ekonomike kemi shpallur aso kohë, pa qenë unë kryetare e komunës Gjakovës. Zonë e lirë ekonomike dhe fatkeqësisht
po ndru qeveria dhe ndodhi fatkeqësisht. Gjakovarta mund presin që Gjakovas edhe Mitrovica në fakt ishte zonë ekonomike, po ta dim përfundimisht a mund presin zonat lira ekonomike që t'jenë në Gjakov që zhvillohen bizneset në rrjedhshëm. Çka është e rëndësishme sot në Gjakov është lirohet hapësira për zonë industriale, atë që ne kërkojmë me ngulm tash, edhe jemi në fazat e fundit të tash negocimit edhe me ndërmarrjet shoqërore, gjithsesi shoqëritë aksionare dhe me Agjencionin Kosovar Privatizimit për marrjen e lejes, domethënë qiramarrjes afatgjatë, për duke mos ndru statusin këtyre ndërmarrjeve, le të mbetet të trajtohet në gjykatë, se kështu ashtu shkon 17 vite që nuk ka pas asnjë funksionalizim, dhe kthimin e tyre në zona industriale në cilat do të operojnë bizneset një, sikurse kemi arrit ta rikthejmë zonën industriale Drenasit. Nëse e mban dikush në mend, zona industriale apo parku biznesit në Drenas ka qenë gati para dëshpërimit total kur unë jam po ministre e tregtisë industrisë. Domethënë ka qenë në një situatë cilën shumica e njerëzve patën hek dorë se ai park mund të aktivizohet. Sot ai park ka qenë kërkesën për zgjerim në anën tjetër të rrugës, mu për shkak se kemi shku me një menaxhim të mirëfillt, mu për shkak se kemi bë kemi mbajt llogaridhënës ata që kanë marrë me kontratë hapësirat në park dhe për ata të cilët nuk i kanë kryer investimet që i kanë të parapara me kontratë, kemi ndërprer kontrata. Domethënë kemi shku në një zbatim strikt të kontratave të qiramarrësve me grupin punues gjithsesi grupin drejtues për parkun e Drenasit dhe është arrit rezultati. Ende ka pas probleme infrastrukturore, se janë bërë investime të cilat kanë qenë disa gjysmake, të cilat nuk janë, domethënë janë vrejt, si më thonë në farë forme edhe keq përdorimet në investime aty brenda, por që kemi bërë maksimumin të sanojmë problemet, të krijojmë infrastrukturën e duhur dhe të japim hapësirat e duhura bizneseve që kanë nevojë për hapësira të prodhimit. Njëjtën synojmë ta bëjmë edhe në Gjakov. Unë 3 vite tash, prej momentit kur jam bërë kryetare e komunës, jemi shty me këtë çështje dhe jemi komuna më e përgatitur me studim fizibiliteti, me plan. Pse s'ka ndodhur kjo nëse jeni kaq të përgatitur? Jo, kjo s'ka ndodhur në fakt se s'ka pas bord Agjencioni Kosovar i Privatizimit, pse në nivelin qendror s'ka pas qeveri, se s'ka pas kush ta nominoj bordin për votim në parlament. Se pastaj kur u bë qeveria shtyn edhe 1 vjet gati derisa ai nominoi bordin për kuvent. Pastaj tash bordi është formuar para disa muajve, është zgjedhur drejtori i ri, tash jemi prap e kemi rikthy, e kemi riaktualizuar që edhe ata kur e kanë pa komplet dosjen e Gjakovës kanë thënë që ka shpresë që do të realizohet kjo shpejt. Nuk ka sjell një të tillë. Unë shpresoj që po, unë shpresoj që tash momentet e fundit kur filloi të lëviz Agjencioni Kosovar i Privatizimit, pastaj filloi skepticizmi nga ana e ndërmarrjeve në Gjakovë. Ata fillon të thonë një po joni, se një prej kushteve ka qenë që të hiqet masa e përkohshme, që e kanë kërkuar në gjykatë, por të mbetet lënda në gjykatë. Domethënë çështja kontestimore e pronës le të vazhdon të trajtohet, por ne s'mund t'i besojmë AKP-s, nëse heqim masën e përkohshme mund të na shesin, derisa i kemi kërkuar Agjencionit Kosovar Privatizimit me shkrim na konfirmojnë që masa e përkohshme po hiqet vetëm për qëllim të marrjes në qira afatgjatë dhe profesor Lila, për shkak se kemi edhe disa tema tjera të planifikuara, aeroporti mund të flasë më shpejt nëse keni nevojë. E dim që se keni problem. Mund na tregoni se çfarë po ndodh me aeroportin, ndërmarrja e aeroportit në Gjakov. Po, përpos që po marrin aty njerëz të antar të bordit rroga, çka tjetër është ndodhur? Po ata po thonë që janë të përgatit një plan për aktivizim. Është e dhëmshme që kalon 2 vite e gjysmë dhe domethënë jemi në këtë situatë me aeroportin sa u desh mirët një vendim i jashtëzakonshëm qeveri për paga dhe për sigurim fizik, se ishte rrezik edhe sigurimi fizik, siç e dini u ndërprej për një kohë kontrata, por tash e fundit është që po presim nga Komisioni Evropian të dërgojë këshilltar nga TAIEX-i, mekanizëm teknik i Komisionit Evropian, për të përgatitur planin për koncesionin. A interesoj sekretari i Komunës Gjakovës që të jetë sa më shpejt kjo procedurë? Gjithsesi, ne kemi pas kontakt të drejtë për drejtë. Kompetencë në fakt zyrtarisht me letra nuk kam asgjë, por në kontakte kemi qenë të vazhdueshme. Nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë? Jo, atëherë po është dorëzuar te Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Po, është dorëzuar komplet pakuja se Ministria e Zhvillimit Ekonomik si dikaster përgjegjës për ndërmarrjet publike qendrore. Jemi në kontakt natyrisht me bordin, me udhëtësinë e bordit, me drejtoreshën natyrisht të aeroportit. Kemi ofruar ndihmë kur kanë pas probleme me prokurimin publik, nëse kanë nevojë që komuna të kryejë procedura për ta. Gjithashtu kemi ofruar ndihmë dhe ju tregojmë që jemi të gatshëm të bëjmë edhe promovimin dhe të përcjellim kontaktet për ata që kanë qenë të interesuar për aeroportin. Në fakt komuna e Gjakovës tash është duke shqyrtuar edhe në shkrimin e marrëveshjes për binjakzim me qytetin Fort Dodge në Iowa State në Amerikë. Shteti i Kosovës përgjithsisht ka raporte shumë të mira me Iowa State, deri prej kohës presidentes Jajaga dhe pastaj FSK-ja ka një bashkëpunim shumë të mirë.
ka shkëmbime të mirëfillta, ushtrimet përbashkëta tjera. Ndërsa ju keni pas bashkëpunim të mirë me Shqipërinë, jeni taku shpeshherë për të promovuar mundësitë. Po, në fakt kemi edhe një bord përbashkët me Shqipërinë, kemi bord përbashkët në cilin është Fondi Shqiptar i Zhvillimit, është kryetari i Bashkisë Tropojës, kryetari i Bashkisë Krumës, jam unë, është ambasadori i Republikës Shqipërisë në Kosovë. Dhe si po funksionon kjo, apo ka rezultat? Mirë, po në fakt si rezultati kësaj ka ndodhur është bë dhe kemi ndikuar në fakt nga Kosova që asfaltojmë rrugën e vjetër Bajramcurit, ajo tash është funksionale, me kënaqësi mund të them se gjithë mund të shkojnë, është më shkurt se sa rruga e re e Bajramcurit, ka ndodhur këtë vit, erdhi si rezultat i angazhimit ton për maratonën e Malësisë, domethënë hera e parë një aktivitet i tillë që ndodh ndërshtetëror midis Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe i vetmi i vrapimit 42 kilometra në Kosovë dhe në Shqipëri. Kemi përgatitur projektet, pastaj kemi ndikuar që tash në Kosovë po përfundon rruga Dol-Kusar Goden që çon deri në Kufi, domethënë me Shqipërinë, fshati Goden në anën e Kosovës, fshati Dobru në anën e Shqipërisë, ana e Kosovës tash rruga po shkon asfalt deri në pikën kufitare, synojmë gjithashtu të kemi një vend kalim kufitar, mundësinë e lëvizjes të popullatës, domethënë asajane, por gjithashtu edhe të nxitjes turizmit, lëvizjes për artizanate, gjithashtu kemi I kemi kushtuar edhe turizmit rëndësi tepër në këtë moment. Po, kemi vendosur prioritet prap. Ka dhe një guide poshtë që Po, mund të guiden orientosh. kemi po Vizit Gjakova ose Vizito Gjakovën, kemi hap zyren turistike, zyren për informim, tash ajo do të zhvendoset në qendrën multifunksionale që është bërë në qashin e vjetër, domethënë si zyre për hershme. Nëse më lejon të drejtohem. Po, pa problem. Mimoze kam emrin. Cili është projekti që ti thua se ky ka qenë projekti që unë deshta të realizoj dhe e bëra, dhe cili është projekti që nga komuna tjera që e ke pa dhe të ka bërë përshtypje që deshta marrësh si model? E kemi pyet në javën e kaluar Shvend Ahmetin, i ka pëlqyer transparenca në komunën e Gjakovës, digitalizimi, ka thënë që aty jeni në garë të ngushtë me komunën e Gjakovës. Ishit e vetmja ju, si kryetarit që ju përmendi, e Shvendi nuk përmend rastësisht bash, po ju keni ndonjë model tjetër, ndonjë... Me komunën e Gjakovës, në fakt, komuna e Gjakovës një projekt cilin unë shpresoj të jemi në gjendje të realizojmë, janë hyrje dalje të qytetit, zgjerimi, edhe që ka të bëjë edhe me pjesën e Shqipërisë të lidhja, domethënë e rrugës që vjen prej qafë Morinës me rrugën me magjistralen e Prizrenit, është një projekt shumë i rëndësishëm. Jem bërë gjitha vlerësimet, është kry fizibiliteti nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Krejt që na duhet është leja nga Ministria e Financave për të hyrë në një angazhim afatgjatë, domethënë me kredi dhe të vendoset nga Qeveria e Kosovës në listën e projekteve strategjike, si dhe zona industriale. Këto dy projekte janë që nuk kisha dashur të përfundoj mandatin e parë natyrisht, por gjithashtu edhe të mos realizohen për shkak të rëndësisë që e kanë. Përderisa jam shumë e lumtur që Komuna e Gjakovës kemi arritur t'i asigurojmë ngrohtorën e re të qytetit, do të fillojmë punën për ndërtimin e fabrikës re të ngrohtores në shkurt të vitit 2017. Është një investim 12 milion euro nga Komisioni Evropian dhe do të jetë ngrohtoria e parë në Ballkan që do të jetë tërësisht e bazuar në biomasë, gjithsesi në mbetje pyjore. 100% energji të pastër me kogjenerim, edhe 1.5 MW kapacitet instaluar për prodhimin e energjisë elektrike, dhe gjithashtu me zgjerim të rjetit ngrohjes për do të thënë konsumatorët në qytetin e Gjakovës. Jo, paralel, po. Po kjo fillon në shkurt vitit tash ndërtimi i ngrohtores dhe unë besoj që brenda një vit e gjysmë kjo kryhet. Paska shumë projekte interesante që për ju determinoj kanë një mandat dytë. Po është gjithashtu edhe projekti i zgjerimit kuvendit komunal, do të thënë objektit kuvendit komunal, aneksimi dhe komplet renovimi i pjesës vjetër me standard 3, do të thënë me hapësira do të thënë me muret hequra, hapësira të hapura, me tepër ndriçim, me më shumë transparencë, me kthimin e gjitha shërbime që janë për qytetarët në një vend, do të thënë qoftë për urbanizëm, katastër, shëndetësi, gjendje civile, financa, tatimin tron, gjitha tje në një vend. Në fakt në një hapësirë që qytetarët kur vinë të kryejnë një punë, mos të kenë nevojë të shkojnë prej ndërtesës në ndërtesë, prej shalterit në shalter, por t'i kenë të gjitha në hapësirë në një vend dhe aty kemi arritur të sigurojmë një grant nga Komisioni Evropian për 2.6 milion euro. Cili është projekti nga ndonjë komunë tjetër që ju ka pëlqyer dhe keni thënë ta përvetsoj? Apo s'ka, pasi që duhet të mendoj këtë gjatë. Ne kemi qenë prijës në gjitha këto projekte. Ka nga, natyrisht, po këto modele nuk vinë vetvete, po ndoshta jo nga komunat në Kosovë, kemi marrë nga, nga komunat në për Evropë. Për shembull, projektet e qytetit digital që u përmend, qytetit mençur, Smart City. Po për shembull, mund ta merrim model Ramadan Mujën që
Bëj për mandat tretë, ta fitoni mandatin e tretë. Jo, faleminderit, ato me garanci dhe siguri të plotë, them bile sikur të kishim mundësi, jo vetëm për zgjedhjet lokale, po edhe zgjedhjet qendrore duhet kufizuar në 2 mandate. Një sikur të bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mos pretendojnë bile njerëzit që të kenë mundësi. Partia e re dëgjova që ju pëlqen emri Alternativa. Po. Po Alternativa nuk është zgjedhja e parë, është alternativë. Jo, është alternativë nga zgjedhjet aktuale sot që janë. Do më thonë nga gjitha nga ofertat. Sikur diçka që s'duhet patjetër ta votoj. Jo, është një alternativë, nëse dua e votoj, nëse s'dua jo, mbetet alternativë. Fakt e kundërta. Se zakonisht njerëzit kur kanë diskutuar për parti politike kanë thonë po s'ka alternativë. Do të thonë për kënd me votu s'ka alternativë. Tash ne I themi se ka alternativë. Ke për kënd votosh, ka alternativë. Ndoshta shkaku që zoti Deda ishte në vetëvendosje dhe aty promovoi alternativa e re, mos ja u ka imponuar se ide. Jo, absolutisht. Ne një të mirë në alternativë kemi që se kemi me imponime. Jemi me konsenzuse. Po thon, partia e re, shkurtesa deri interesant për. Po. Edhe ajo është një mundësi. Edhe është një mundësi. Po, atëherë me të vërtet bëhem shumë liberal-demokrat, për shkak se gjithmonë duhet të mbesin 3 dhe gjithmonë ne që hymë në moshë të maturimit duhet pastaj lëshu vend për 3 dhe mbetet gjithmonë një parti e freskët. Edhe kjo është një ide shumë interesante që ja vlen të trajtohet dhe diskutohet në fokus grupe. Kush mund vjen në partinë e re, Alternativa e re? Në partinë Alternativa e re. Gjithë, në fakt, nuk kemi kufizime, nuk kemi përcaktuar grupe shoqërore, nuk prezantojmë parti elitare, jemi parti që do të jetë burimore nga populli I Kosovës. Jo nga Gjakova, si që filloj. Iniciativa e parë nga Gjakova, filloj edhe Gjakova është Kosovë. Ka mund të filloj diku tjetër, nuk është me rëndësi. Se ekziston ai miti, thonë, pa ardhur njërë Gjakovar në pushtet. Po, natyrisht. Jo pa Gjakovar në pushtet, po pa u nisë në Gjakovë. Pa u nisë në Gjakovë. Ne e kemi hek këtë çështje si aspektin e mitit, e nisëm në Gjakovë. Edhe Ilirdeda ka një lidhje familjare me Gjakovën, gjyshin. Gjyshin me plejare nga Gjakova, po do me thonë që absolutisht si jemi lokalizu në atë aspekt, konsideroj që në nivel Kosovës problemet janë të njëjta gjithkohë, diku ma teksume, diku ma pak, por gjithsesi që gjithë populata e Republikës Kosovës preokupohet me këto probleme dhe thënë të drejtën ka ardhur momenti që me të vërtetë shiqohen dhe diskutohen temat në raport me kontekstin kohor të ardhmes. Do me thonë të shohim se ku do të jemi dhe të punojmë se çfarë duhet ne të bëjmë mbrim deri në bashkëpunëtorët të afërt ju njohin edhe nga partia paraprake që keni pas. Qëllimisht nuk po fokusona në atë temë tepër se di që janë dëgjuar shumë fjalë. Sa nga njëra anë, sa nga tjetra anë. Jo, në fakt nuk kam thënë shumë fjalë, po diçka keni dëgjuar prej meje. Mjaft keni thënë edhe jo. Unë kam thënë ato që është për të thënë dhe domethënë nuk e kam zbrit në personale dhe nuk e zbres asnjëherë. Unë konsideroj që vjen në një moment kur rrugët ndahen dhe ndryshon koncepti sistemi vlerave dhe me kaq. Dhe akuza kundër akuza nuk e kam ndërmend as nuk do të bëjnë ndaj askujt. Ata bashkëpunëtor, takërës ju njohin. Po. Mirë po nuk ju njohin njerëzit të cilët s'kan pas rastin të punojnë me ju. Ata mund të jenë edhe simpatizant partive tjera. Çfarë ofron subjekti I ri politik? Subjekti politik ofron një mundësi zgjedhjes në kuadër, do të thonë, programit tonë I cili është program e para për zhvillim dhe e dyta për ende ligj dhe e treta e përfaqësuar dhe e bartur nga individ cilët shohin qartë dhe drejt situatën aktuale ku jemi, por edhe cilët janë të sprovuar në jetën politike në Kosovë pa një bagazh I cili mund t'ju përdoret kundër në atë aspektin se kemi bë keq bërtërime ose kemi keq menaxhuar se nuk e dim se si bëhet. Atë çfarë kemi ditur ta bëjmë dhe ku kemi mundur ta bëjmë e kemi bë mirë. Dhe do të thonë ka nevojë për prezencë të njerëzve që profesionistë që e dinë se çfarë I duhet Kosovës, për një politikë unike për zhvillim të gjithë Kosovës. Konsideroj se atë çfarë kanë bë partitë në pushtet në vazhdimsi, në veçanti kur janë bë ndarje të mëdha të buxhetit, janë bë segregime, ndarje, do të thonë në baza partijake dhe vazhdohen të mbështeten projektet, në veçanti rajonale. Ajo çfarë edhe ka ndodhur shpesh me një përjashtim ose me dy përjashtime partive politike aktuale është zakonisht historia prej ka vinë, do të thonë vinë ose prej periudhës para luftës ose prej periudhës luftës ose luftës armatose në Kosovë dhe pastaj rajonet përfaqësojnë siç dihet, domethënë. Me kënd do të ishte kjo parti në të ardhmen e qeveri? Kënd shihni ju si partner më mendoj që është shumë herët flitet për këtë, për shkak se duhet arritet konsenzusi me këtë do
partner aleat. Këto janë partitë, ju njeni skenën politike. Ne i dim, por mos harrojmë se keni bashkëpunuar me një pjesë të madhe të tyre. Dhe kush ju duket juve si një bashkëpunëtor më i mundshëm në të ardhmen? Jemi në një fazë shumë turbulente politike për Kosovën. Domethënë po ndodhin ndryshime të cilat janë të paparashikueshme ose pa imagjinueshme për kudo. Krejt do të mvaret se kush do të jenë bartësit ose udhëheqësit e partive politike të ardhshme. Keni vijat kuqe për ndërkohë? Nuk mund të flas tash për vijat kuqe se siç e përmenda po ndodhin transformimet dhe në momentin kur të ndalet kjo situatë e ndryshimeve mund të dimë se kush është bartësi i cilit subjekt politik, domethënë dhe cilat janë programet. Dhe natyrisht vetëm bartësi i subjektit politik, po më tepër po aludoni në LDK-n? Jo. Po flas përgjithsisht për gjitha partitë, në përgjithësi. Domethënë po ballafaqohemi me situata ku partitë po thonë se ka me pas ndryshime, se do të ketë transformime për brenda, se do të kenë zgjedhje e të tjera dhe natyrisht që në momentin kur gjithë hyjnë në garë do të shohim programe zgjedhore të veta. Për shembull, në LDK-n e udhëhequr nga një grua, kushtimisht thënë, Vjosa Osmanin, a do ta kishit më lehtë bashkëpunimin? Natyrisht se po, domethënë me Vjosin jemi taku, kemi bisedu, ndajmë shumë mendime të afërta në raport me situatën aktuale. Mendoj se ka një mendim të qartë të artikuluar për shumë procese politike në Kosovë. Do të kishim pas të paktën tash mund të them mundësinë të ulemi të bisedojmë, se a do të arrijej marrëveshja, natyrisht se pastaj janë disa çështje tjera, por që e di që pa hezitim do të ishim ulur për të biseduar. Po natyrisht që edhe për tjerët nuk mund të them se nuk do të ishim ulur për të biseduar, por po them edhe një herë janë disa kritere që do të bazohen edhe nga aktualiteti i kohës, por edhe nga pikat programore që duhet të dakordohemi. Se jo domosdo, kur flitet për koalicione duhet mendohet që domosdo dikush duhet të jetë në qeveri, ose domosdo duhet të bëhesh pjesë, mandej të hub momenti. Duhet arish të realizosh programin, se çfarë duhet mund të them sot, dy partive më të mëdha në koalicion, koalicioni i përbashkët, kur sot të dy partë janë në gjendje të mjerueshme me njëri tjetrin, se shihet që ndoshta më pak ka funksionalitet i dy partive të mëdha me gjithat numër deputetëve që e kanë dhe nuk po arrin të kalojnë atë çfarë është e nevojshme për vendin, as në kuvend dhe as në qeveri, se sa ndoshta me parti tjera të vogla që kanë pasur. Se mendoni që është duke ndodhur kjo? Po është duke ndodhur se ka filluar gara mes vetit, domethënë është luftë brenda llojit, siç ka ndodhur nëpër parti politike, tash po ndodhin brenda koalicionit qeverisës. Nuk është një si meritat të opozitës që arriti të bllokojë disa procese? E shoh ndoshta është ajo nuk mund të përjashtohet edhe bllokimi i opozitës, nuk pajtohen fare me metodat që i ka përdorur opozita, në veçanti me dhunën e shfaqur me gazin lotësjellës në kuvend, me dhunën e shfaqur me ndërmjetësimin e policisë, nuk mbahen seancat e kuvendit Kosovës me policinë brenda. Si do ta kishit ndalë jo nëse s'do të ishit, nuk do të kishit qenë bindur? Definitivisht kthehemi marrëveshjes politike. Sa do të kohë që duhet të merrte marrëveshja politike, duhet të kthehen marrëveshje politike. Aq çdo mi kanë shkaktuar ato skena Kosovës, përgjithsisht nuk flas për parti politike në veçanti, se nuk ka qenë fati i qeverisë ose i opozitës ose i individëve të caktuar, ka qenë fati i Kosovës. Dhe sot nëse bisedoni me çdo që ka jetuar jashtë Kosovës dhe i ka pa ato skena, gjithë do të pyesin edhe do të kenë një farforme, një habit madhe, se ka dhunë që ndodh edhe në parlamente tjera, por ndodh një herë, por nuk ndodh në mënyrë të vazhdueshme, për shembull për 8 seanca. Nuk ndodh në mënyrë vazhdueshme ndjekja nëpër hollet kuvendit, skenat që i kemi pa që me të vërtet nuk i kanë bën deri askujt, nuk ndodh për lesha deputetëve me policinë, do të thonë ose jashtë, për shembull, shtyrja e policëve tjera, kanë gjëra të cilat nuk do doja kur të shihja në Kosovë ose në vendin tim, po asku tjetër ku ka një vend demokraci ose synon të ketë demokraci të mirëfillt, janë gjëra të cilat kanë shkaktuar dame serioze. Nëse tash që janë mënyra vetme të parandalohet diçka, po them një herë, është gjithashtu edhe mangësia e qeverisë pse se ka kthyer në rrafshin politik, në dialogim, në marrëveshje politike, që është dashur të arrihen me disa afate në mënyrë që të evitohet ajo çka e pam gjithë na dhe bota. Çka duhet bëjë Kosova që të mos të mbrojë në të tilla situata, se nganjëherë imponohet edhe pak ajo bindje se Kosova me shumë çka nuk e ka atë pavarësinë e plotë marrjes së disa vendimeve dhe është e varur nga faktori edhe ndërkombëtar se si e dikton agjendën. Jo, në këtë rast unë mendoj që ka qenë tërësisht mos menaxhimi i faktorit kombëtar vendor. Çka duhet bëjë Kosova? Komunikim më të madh. Domethënë se çështja e demarkacionit nuk ka pas nevojë të shkojnë në kuvend, ka pas nevojë diskutohet paraprakisht dhe nëse ka pas probleme serioze me të paraprakisht atë mos shkojnë në kuvend, po diskutohet përpara dhe të evitohen disa çështje. Është ditë që ka probleme serioze. Po për këtë po them që të bëhet një komunikim i mirëfillt. Ne po kishim vazhdimisht deklarime nga presidenti i vendit, po edhe nga kryeministri se kjo është një kriter i Bashkimit Evropian, kjo është një kusht për liberalizimin e vizave. Demarkacioni po, se secili shtet i cili synon bëjnë do të ketë kufit e definuar, edhe pse shumë vende Bashkimit Evropian pas antarësimit i kanë definuar kufit. Këto
këto tash kriteret kanë fillu të rriten, është e vërtet. Por, në këtë rast, do më thënë vija, se ku kalon vija dhe çka ndodh ato që janë diskutu, nuk është që Bashkimi Evropian ti imponon ato. Bashkimi Evropian procesin ka tregu rrugën se duhet t'i ketë këto të përmbyllura. Dhe në këtë rast, atëherë është dashur që ky diskutim të kthehej diçka Kishim tjetër. deklaratën e ambasadorit amerikan që thotë votohet demarkacioni. Po, veç ishte në kuvend. Tjetra është që në anën... Si që kemi pasur edhe deklaratën e ish ambasadorës kur ju ka uruar juve dhe zotin Ahmeti për zgjedhjen e... Po nuk është ndërhyrje, është urim. Po, mirë po, do thotë, ka pas, vazhdimisht në opinion ka pas disa orientime, disa parapërshime, disa preferenca për individ caktuar. Do të çdo kund se politikisht ata du të tregojnë se në anën tjetër atë për ambasadën amerikane në Prishtinë ka qenë një lajm i gëzuar, se ka qenë unë dhe zoti Ahmeti jemi investime të Departamentit Shtetit Amerikan në, domethënë, në sferën e edukimit. Ata të dy, ne jemi dy të përfitues programit Ron Brown, që ka qenë program i destinuar për Evropën Juglindore, për vendet postkomuniste ose postsocialiste, që t'ju ndihmojnë të rive të shkojnë në studime postdiplomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të marrin përvojë, të kenë një qasje tjetër në shkollim dhe natyrisht kthehen dhe kontribuojnë vendin e vet. Tash nëse ti pas atij investimit atij shteti ki vazhdu punë në karrierë të ndryshme si unë si zoti Ahmeti dhe pastaj kemi arrit në pikën ku bashkarisht garojmë dhe fitojmë zgjedhje, domethënë në komuna respektive, natyrisht se sikur të kishte edhe tjerë bursista, ata do ta bënin të njëjtën. Edhe secili shtet tjetër që kishte investuar ndikë do të ndjehej njëjtë krenar, se ndihet si pjesë e transformimeve demokratike që po ndodhin në një vend dhe në kontribut që shtetet e bajnë. Që jo, domosdoshmërisht kontributi ose investimi në arsim shihet kaq lehtë. Domethënë se ti investon në arsim, por domethënë individ që dalin mund të jenë në sfera tjera, të cilat nuk janë as sfera publike. Kjo ka qenë një sferë publike, diçka e ditur dhe është e mirëseardhur. Unë mund ta falenderoj gjithashtu ambasadorën amerikane për prezencën e saj gjatë 2 raundeve të zgjedhjeve në Gjakov në vitin 2013. Edhe raundi i parë dhe raundi i dytë balotazhit, se duke ditur përvojën e vitit 2009 dhe vjedhjes masive të votave që mbo, ajo është siguru në prani të ambasadorit amerikan zotit Dell ka ndodhur në Skënderaj. Po, në zgjedhjet qendrore 2010, por këto në zgjedhjet lokale në 2009 në Gjakov, pastaj vetë prezenca e saj 2 herë në qendrën më të madhe të votimit në Gjakov dhe disa ambasadorëve tjerë, siç është ambasadori holandez, zavens ambasadori anglez, përfaqësuesi zyre suedeze, domethënë ka pas prezencë ndërkombëtare shumë të madhe, e tregojnë interesimin e tyre dhe vëmendjen se po ju përcjellim dhe po ju shohim dhe duhet të jetë proces demokratik. Është tjetër sikur humb nga mos përkrahja e qytetarëve. Domethënë është demokraci, nuk e arrit të bindesh njerëz mbi programin tënd, në rregull. Por është krejt tjetër kur qytetarët e japin votën e vet dhe ajo e drejtë e tyre për ndryshim demokratik ju vidhe. Mënyrën më të brashtë. Kemi arritur edhe në minutat e fundit të emisionit, më intereson të di se në momentin që do transmetohet ky emision, ndoshta do të ketë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë ndoshta edhe presidentin e ri. Hillary Clinton pa dyshim. Do ta s'ka nevojë të mendohet me. Zonja Clinton absolutisht jo. Unë jam me të. Në rregull, ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit juve për ftesën. Shikues të nderuar, ishte intervista me kryetaren e komunës së Gjakovës, zonja Kusari Lila, e cila bëri të ditur se do të e sheh shumë me optimizëm edhe një mandat të dytë në komunën e Gjakovës, po ashtu paralajmëroi edhe të rejat nga Partia e Re Alternativa e Re, e cila do të jetë emri, po si do të jetë pak ka rëndësi, tregoi koncepti se si dhe vullneti qëllimi për nga ka filluar kjo ide e re për themelimin e një alternative të re politikën e Kosovë. Ju faleminderit shumë që qëndruat me ne, vazhdoni të qëndroni edhe tutje.